Vetëm 20 minuta larg nga protesta në ditën e 23 të saj për të nisur zyrtarisht në sheshin Skënderbeu më pas drejtmarrshimit që do të kenë stacionimin final në bulevardin Dëshmorët e Kombit te godina e kryeministrisë në vim të përcjelljes së mesazheve të tjera për dorëheqjen e kryeministrit Rama, por gjithashtu në këtë formë edhe lëvizja apo menjanimi një herë për gjithmonë i kasës së vjetër politike. Vetëm në studio me deputetin Erdi Muçi dhe avokatin Edmond Pedraj për të diskutuar më tej për zhvillimet. Mund që kam një pyetje për ju. Të paktën e vetmja parti politike apo subjekt politik që nuk keni rreshtuar krah mendimit për të krijuar një qeveri teknike, por zgjedhje të parakohshme. Dhe ju besoni që do të jetë kështu? Qeveria teknike çfarë problemi do ju sillte apo fakti që do të votojë sërish nga ana e tyre? E thash, në radhë parë fakti që në vetvete kjo si qeveri do dalë nga dy përfaqësues kryesorë, le të themi politik sot në Kuvendin e Shqipërisë, që është Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Së dyti, shtrirja në kohë e themi pushtetit de facto, do të quaja unë, të Edi Ramës, nëpërmjet qeverisë teknike, nuk do t'i sillte asnjë të mirë vendit. Besoj në fakt që do përshpejtonte një sër projektligjesh të cilat janë në dëm të gjithë shqiptarëve dhe që edhe në kërkesat e protestuesve kanë dalë një listë me ligje të cilat duhen anuluar, pra paketë maleve, investor strategjik, ndryshimin që janë bërë zonave të mbrojtura dhe trashëgimisë kulturore. Dhe kjo shtrirje në kohë pra nuk do sillte asgjë nga këto që pretendojmë për shembull disa prej le ta quajmë thtarëve të idesë qeverisë teknike, pra nuk do sillte nuk do siguronte dot as zgjedhje të lira dhe të ndershme, as nuk do mbikëqyrte procesin e numërimit të zgjedhjes, as thjesht do vendosesh disa figura anonime në drejtimin e ministrive dhe do t'i lije kohë, le të themi, Edi Ramës të konsolidonte pozitën e vet, do t'i lije kohë edhe Berishës të rifaktorizojë dhe do binte tempi i protestës në vetvete, si më thënë. Dhe atëherë po, pas një viti e gjysmë që mund të supozohet se do zgjaste kjo qeveri teknike, atëherë po, unë besoj që me rënien e tempit, rikonsolidimi i tyre në pozitat e mëparshme do bënte që ata me mekanizmat e tyre të rifitonin mandatet si thua që kanë aktualisht, edhe pse kur këto që kanë, por gjithsesi diçka të ngjashme. Ndërkohë që nëse ajo energji, ai vrull, ai entuziazëm që shprehet për ditë në sheshin para kryeministrisë, do të kanalizohet si thua në zgjedhjet parakohshme, pavarësisht le të quajmë kështu dizavantazhit që krijon sistemi zgjedhor aktualisht, sistemi zyrtaror që është marrëveshja Rama-Berisha viti 2008. Pavarësisht kësaj, pra unë jam i bindur që rezultati elektoral do ishte faktorizimi më i madh, le ta themi, i partive të reja, deri në pikën ku të dyja partitë kryesore PSPD të mos mund të kishin numrat për të bërë një qeveri. Pra, gjë që kemi parë të ndodhë në vende të tjera, edhe në Greqi dhe në Itali, në vende të tjera, kjo një rënje menjëhershme si thua e dy partive tradicionale, le ta quajmë kështu, ndodhi që ato vjetra, apo le të themi tradicionale. Kështu që ky është skenari më i mirë i mundshëm, ky është skenari që kanë optuar gjithë ata që janë duke protestuar, dhe rrjedhimisht besoj se shumë shpejt do shkohet drejt kësaj pra. Nëse ndodhin zgjedhjet, ju besoni që jeni të favorizuar edhe më shumë? Unë kam bindjen dhe perceptimin e themi edhe nga entuziazmi i sheshit që shumë kush ka simpati dhe mbështet lëvizjen bashk, kështu që besoj se kjo do të përkthehet edhe në vullnet politik pra nëpërmjet votës. Po pragu, të cilin është diskutuar pragu? Shiko, unë kam thënë që në fillim që diskutimi i pragut për një sistem proporcional kombëtar me prag 4%, po, unë jam dakord. Duhet vënë zero, nuk duhet lënë prag? Pikërisht pra. Unë kam qenë idesë që pragu 4% i nxirrte jashtë të paktën siç ka qenë situata në 2025-ën. Partitë e reja. Në momentin që flasim, mendoj se çdo prag i mundshëm do të kalohet pikërisht për shkak të momentumit në cilin ndodhen. Megjithatë, nuk është çështje këtu për diskutuar sistemin elektoral, mendoj unë, sepse është thua thelbi i gjës janë zgjedhjet e parakohshme. Dhe dorëheqja e Ramës. Pedraj, kush fshihet në të vërtetën në protestë dhe kush po tenton ta ketë protestën në udhëheqjen e vet? Berisha për shkak ka tentuar disa herë ta shpreh. Jo, një sekond, ka arritur gjë Berisha. Jo, po le të bëj pyetje një herë pastaj. Një sekond. Duke se do të më imponosh mendimin. Jo,